Njëherë në jetë ju kishit një ëndër. E pat jetën e si diçka emocionuese, sfiduese, në të panjohura. Bët një kërcim, ndoshta si ky që do të ndërmerrni tani, që të përjetoni shihen e ëmbël të suksesit ose fitores. Për ju që keni biznes, unë nuk e di kur ka qenë kjo, por e di se e keni parë. Për ndryshe, nuk do të më dëgjoni të mua tani. Shumë nga ju ndoni të filloni atë hap të frikshëm, të hapni biznes. Ju ndonjëherë keni marrë këtë hap të parë të frikshëm për të filluar biznesin tuaj, duke vënë në risk çdo gjë për të realizuar. Ju e sfiduat botën. Ju menduat, ju guxuat, edhe ju fituat. Lejuat në vetë dyshimit të ju përmbys. Ju dëgjuat jo thënësit e kësaj jete. A filluan vetë dyshimet, çfarë nëse suksesi im ishte vetëm një flusk, ndoshta pata fat, ndoshta nuk mund të përsëris atë edhe një herë. Çfarë njerëzit do të thonë? Filluat të veniteni, filluat të dyshoni. Dhe në vend se të luani që të fitoni, ju filluat të luani që të humbisni. Unë jam këtu që të ju them se është dallimi i madh mes të luajturit për të fituar dhe të luajturit që të mos humbisni.